Në Velani erdhën me radhë. Të rënët e fshatrave të Prishtinës në luftën e fundit i kujtuan dhe nderuan presidentja e shtetit Vjosa Osmani dhe kryeministri dorëhequr Albin Kurti me kabinetin e tij. Çdo ditë udhërrëfyes e kemi pikërisht sakrificën që dhanë këta dëshmor në tokën e Kosovës, e cila është e larë me gjak. Në ditën e dëshmorëve u nderua edhe heroi Zahir Pajaziti në sheshin që mban emrin e tij, ku fare pranë shtatorës u zhvillua një aksion për dhurimin e gjakut në kuadër të kësaj dite. Këtë lëngje tek e dha edhe Kurti me disa bashkëpartijak të tij. Krahas këtyre edhe shumë qytetarë tjerë u paraqitën këtu vullnetarisht. Po për neve është një çast i vogël, ndoshta është një moment i shkurtër me dhon gjak, po për dikon mund të vlet një jetë e tërë. Produktet e gjakut janë gjithmonë të nevojshme për qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut. Interesimi ka qenë shumë i madh, dita ka qenë fenomenale, sidomos për dhurim këtë hapësirë dedikuar për dhurues. Ka shkuar marrë mirë gjithçka, kështu që na jena të kënaqur për dhurues që kemi pasur. Të tilla iniciativa realizohen që nga pas lufta me kërkesë të familjarëve të dëshmorëve në bashkëpunim me ÇKTG-n me mesazhin që jeta e dikujt vazhdon duke dhuruar gjak.